bëri që të rikthehen tek lindja e mesme vrasja e 2 ushtarëve amerikan dhe siç edhe kemi thënë bashkë në emision, Shërbimi Sekret Izraelit ka parajmëruar për një kaos që mund të shpërthejë në Siri. Çfarë po ndodh dhe pse pikërisht goditen ushtarët amerikan nga ajo që njihet ndryshe si Daesh apo ISIS? Çfarë, domthonë, si ta lexojmë, si ta dekodifikojmë këtë ngjarje në Siri? Po ngjarjen ju e dekodifikuat që në fillim kur thatë që Shërbimi Sekret Izraeliti ka paralajmëruar që Shërbimi Sekret Izraelit do bëj kaos në Siri. Dhe ke emrin i kaosit. Jo shërbimi. Shërbimi do ketë kaos, po jo që unë po them do bëj kaos. Okej, kjo është ajo që the ti. Po, më them unë që Shërbimi Sekret Izraelit i ka njoftuar që ne do bëjmë kaos dhe këtë kaos ne e bëjmë nëpërmjet proksive që neve kemi dhe proksi që ata kanë është ISIS-i. ISIS-i për vitit që kur është themeluar deri më sot, në rast se keni dëgjuar një rast të vetëm që ISIS-i të ketë sulmuar forcat izraelite. Ja këtu jemi regjia, këtu në Palmira ka ndodhur. Palmira, në rast të vetëm që ISIS-i të ketë sulmuar forcat izraelite, atëherë unë do them që po. Pra është një krijesë e tyre. Si ISIS-i s'ka sulmuar kurrë? Asnjëherë pozicionet izraelite fare, edhe gjatë luftës së Sirisë, biles luftarët ISIS-i gjatë luftës së Sirisë të plagosur merreshin dhe Izraeli hapi 2 spitale fushore në lartësitë Golan për këta të plagosurit e ISIS-it dhe i kuronte atje dhe i sillte prapë në Siri. Pra ISIS-i është krijesë e tyre, e përdorën ata. Dhe u përdor pikërisht në momentin që i doli një problem Izraelit, në ditën që u vranë ata ushtarët, Izraeli theu nuk është se ka ndaluar thyrjen e armpushimit në Gaza, por kjo thyrje ishte një nga ato thyrjet më madhore që ekzistojnë. Që nga për 60 ditë që kemi pothuajse 60 ditë armpushim në Gaza, dhe në këtë 60 ditë Izraeli ka thyer armpushimin 738 herë. Dhe në këto 738 herë që ka thyer ka vrarë 400 palestinesë, që nga dita që është vendosur armpushimi në Gaza. Po e kam pasaj do ta diskutojmë. Po me këtë ka të bëj. Po. Ndoshta me atë që keni ju, nuk e di çfarë keni, po me vrasjen e një nga drejtuesët më të lartë të Hamasit, nuk është një nga drejtuesit më të lartë të Hamasit, është një nga komandantët e brigadave Qassam, pra njëri, jo i komandanti i brigadës, po njëri nga anëtarët e komandës së Qassamit, pra e shtabit, njëri nga anëtarët e shtabit të brigadës Qassam, është vrarë dhe vrasja e tij ka ndodhur me dron, pra me dron ushtarak, të cilët kanë thyer këtë marrëveshjen e armpushimit, pra dronët nuk duhet të fluturonin në pjesën e Gazës, të cilët mbahet nga Hamasi, pra pjesë e Gazës nuk duhet të përdorin armatime gjë tjetër ndaj tyre, pra i kanë thyer këtë dhe kanë goditur makinën në cilën udhtonte. Pavarësisht se aktualisht nuk është bërë e qarta realisht ka vdekur apo jo ky komandant i Hamasit, për arsye se Izraeli edhe gjatë tyre 2 viteve të fundit që ka bërë luftë në Gazë e ka deklaruar 3 herë të vrarë të njëjtin komandant. Kështu që po gjithsesi edhe nëse ka vrarë dhe qellojmë ditën që ka vrarë dhe kjo thyrje këtij armpushimi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës ka pasur një lloj reagimi për thyrjen e armpushimit, jo për vrasjen e komandantit, pra thyrjen në këtë aspekt dhe në atë ditë një antar i ISIS-it, pjesëtar i forcave të sigurisë të forcave të sigurisë siriane, ka hapur zjarr dhe ka vrarë 2 ushtarë amerikanë Palmira. Po atë ditë. Po atë ditë. Pra janë të lidhura po thua? Për mua janë totalisht të lidhura. Pra po ditë pas kësaj ngjarje ka ndodhur më njëherë vrasja e këtyre 2 ushtarëve amerikanë në Palmira. Si ti lexojmë? Pra për të hequr vëmendjen e amerikanëve dhe për treguar që sepse izraelitët paraqesin të lidhur ISIS-in, Hamasin, Hezbollahin paraqesin bashkë, por nuk kanë lidhje bashkë. Hamasi dhe Hezbollahu kanë luftuar kundër ISIS-it. Nuk kanë një. Hamasi dhe Hezbollahu kanë luftuar kundër ISIS-it. Totalisht kundër ISIS-it. Biles Hezbollahu ka bërë luftën më të madhe kundër ISIS-it. Në Siri, Hezbollahu ka qenë përkrah qeverisë siriane, përkrah qeverisë së Asadit. Hezbollahu, dhe luftonte kundër ISIS-it. Dakor, po si e shpjeg drejtësisht? Pra, për të hequr vëmendjen që amerikanët mos të merren me thyrjet që bën Izraeli në Gaza, pra thyrjet e këtij armpushimi, sepse këto armpushim kur e thyer normalisht që ka thyer ka një marrëveshje që ka nënshkruar me amerikanët, nuk ka thyer një marrëveshje për shkak se nuk i bëhet vonë marrëveshje që ka thyer me. Ti po thua që vrasja e tyre lidhet për të shmangur vëmendjen, për të shmangur totalisht vëmendjen nga ajo çfarë ka ndodhur në Gaza, nga ai veprim që kanë bërë në Gaza, në mënyrë që amerikanët të mos merren me këto, po të merren me problemin e tyre dhe të krijojnë ato që ISIS-i është kryesori dhe për të kuptuar, për t'i dhënë amerikanëve dhe aktorëve të tjerë që shikoni qeveria Al-Sharës, pra për shkak se kanë ngecur bisedimet midis Al-Sharës dhe Izraelit, dhe për treguar që shiko Al-Shara dhe qeveria e tij janë ISIS, sepse ata kanë inkuadruar brenda
trupave të tyre njerëz të ISIS-it. Dhe ka pasur luftime midis forcave të qeverisë siriane aktuale dhe grupeve të ISIS-it në rrethinën e Palmirës, luftime të cilat kanë zhvilluar edhe ditën e sotme, pra është drita e tretë që pothuajse po bëjnë luftime. Vazhdojnë luftimet në Siri. Luftimet në Siri. Nga dje deri sot diku rreth 16 anëtar të forcave të sigurisë të kësaj forcat sigurisë të re siriane kanë humbur jetën në këto luftime me forcat e ISIS-it. Pra situata është serioze, Dritan. Unë nuk mendoj që situata është serioze. Këto grupet e ISIS-it sa mendoj që nëse kanë dhe mbështetjen e Izraelit siç thua ti, sa mund ta sfidojnë? Nuk e sfidojnë dot për arsye se këtu izraelitët kanë bërë llogarit gabim, i kanë bërë llogarit gabim dhe në këtë luftë kanë hyrë edhe amerikanët. Pra amerikanët kanë bombarduar me avion edhe me helikopter të gjitha pikat e ISIS-it të përcaktuara nga forcat e sigurisë të Sirisë. Pra kanë hyrë në ndihmë të tyre dhe prandaj them llogarit. Si qenë rusët në fillim? Po, tashmë kanë hyrë amerikanët në këtë aspekt. Prandaj them që për llogaritja e izraelitëve ka qenë e gabuar pasi nuk e kanë llogaritur që amerikanët do të hynin në krah të qeverisë së re siriane. Dhe kemi edhe një deklaratë të Trumpin biles në Shtëpinë e Bardhë që thotë që Al-Shara shumë e pikëlluar nga vrasja për vrasjen e 2 ushtarëve dhe ka premtuar çfarë do lloj ndihme dhe edhe ne po e ndihmojmë ata në luftën kundër ISIS-it. Pra këtë lloj reagimi të Trumpit izraelitët nuk kanë bërë llogari. Pra ju ka dalë jashtë llogarie dhe forcat amerikane kanë ndryrë edhe me aviacion kundër këtyre pikave të ISIS-it, prandaj që nuk është serioze dhe nuk kanë kapacitete, për arsye se kjo hyrje e forcave ushtarake amerikane, siç juve krahasohet shumë bukur me hyrjen e rusëve në atë kohë ndaj Asadit, tregon që sado që këto të reagojnë, sado që të nxiten, nuk do të kenë kapacitete për të cënuar ekzistencën e qeverisë aktuale siriane. Sepse kanë mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra Shteti Bashkuar të Amerikës tashmë e shohin seriozisht këtë çështjen e ISIS-it, kanë parë seriozisht dhe nuk mund të lejojnë që ISIS-i të ringrihet sërish. Prandaj them ka të pamundur do ta përdor Izraeli për nevojat vetat, sepse i dëshiron të përzëri nga Palmira Turqit për arsye se kërkon ta kthej Palmirën në një territor të pakontrollueshëm, për arsye se në Palmira kalon korridori David. Dhe aty ndahet në Palmira pjesa e kontrolluar tjetër regjia. Në Palmira është një zonë në cilën nuk është jashtë, pra aktualisht Palmirën e kontrollojnë sunitët, pra janë e banuar me sunit, dhe rrethinat e Palmirës i kontrollonin kurdët. Kurdët janë të rrequr nga rrethinat e Palmirës dhe i kanë marrë forcat e sigurisë të Al-Sharës dhe Palmira është vendi kryesor në cilin kalon korridori Davidit. Dhe për këtë korridor Davidit ata tjetra regjia. Po, kjo pak a shumë e tregon. Palmira është në zemër, aty është vendosur edhe baza ajrore amerikane dhe një bazë tjetër turke. Jo, është më poshtë. Baza turke nuk është vendosur, pra turqit akoma s'kanë hyrë në Palmira, e kanë rikonicuar, po s'kanë hyrë në Palmira, është ajo baza e cila u bombardua nga izraelitët nëse mbani mend para disa kohësh. Amerikanët janë më poshtë Palmirës, pra shikoni këtu. Amerikanët kanë 2 baza, kanë në kufi me Jordanin, kanë 2 baza Entaf është baza këtu, është një bazë tjetër dhe kanë edhe një bazë përparuar këtu. Dhe tashmë po kanë marrë një bazë tjetër në rrethinat e Damaskut. Dhe ishin vendosur këtu, pra amerikanët ishin këtu në çështje rikondicioni, nuk e di ndoshta për të vendosur në bazën këtu, por gjendja e trupave amerikane në Palmira ishte diçka që akoma Pentagoni nuk e ka shpjeguar, pra pavarësisht deklaratave që ka dhënë për vrasjen e tyre, nuk ka dhënë arsyeën pse trupat amerikane gjendeshin në Palmira. E qartë. Pra dhe unë nuk di ta them se trupat amerikane gjendeshin në Palmira. Kjo është për të shpjeguar. Por sido që të jetë, goditja e tyre dhe ndërhyrja amerikane me aviacion edhe me gjithë pjesën tjetër të forcës tregon që qëndrojnë për krah qeverisë aktuale Damaskut. Ka patur vendosmëri, deklarata të forta nga Hekset edhe nga Trump. Kjo totalisht jashtë kontrollit dhe jashtë llogarisë të izraelitëve. Jo, mendova mos jemi te skenari i destabilizimit, mos jemi te fillimi i skenarit destabilizimit. Është një nga qëllimet, është menduar që kjo mund të jetë, por si thash, ky destabilizim do të qëndron dhe në rast se amerikanët nuk do të merrnin një qëndrim. Po amerikanët tu kanë marrë një qëndrim të fortë. Kanë dhënë mesazh për të gjithë në rastin konkret që këtu jemi ne. Ndërkohë, Dritan, ti e nisi ta diskutosh vrasjen e një prej drejtuesve të rëndësishëm të brigadave Al-Qassam, apo jo? Po. Çfarë po ndodh aktualisht me armëpushimin midis Hamasit edhe Izraelit? Izraeli nuk po plotson asnjë nga pikat e armëpushimit. Izraeli ka vazhduar genocidin në Gaza. Këtë genocid tashmë është duke bërë nëpërmjet urisë. Pra nuk ka lejuar hyrjen e kamionëve ashtu siç ishte, kamionëve me ushqime dhe me furnizime ashtu siç edhe është rënë dakord në atë pikë, në atë marrëveshje.
Normalisht në këtë pjesë janë edhe në bashkëpunëtor me shtetin nazifashist të Izraelit në këtë gjë, janë edhe vendet arabe, të cilat duke përfshirë këtu Egjiptin, Katarin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, të cilat kanë çuar ndihmë dhe po përfitojnë si xhambaz janë në shitjen e këtyre ndihmave. Dhe këto ndihma përfundojnë diku tjetër. Pyetja është pse Izraeli dritan, dhe ajo që dua të citoj është Axios, i cili thotë që Shtëpia e Bardhë e ka paremruar kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu që kjo goditje që ka bërë në Gaza ka thyer atë armëpushimin e arritur nga Donald Trump. Pra, a mos kemi, si ta lexojmë këtë, a kemi një përplasje midis Shtëpisë Bardhë edhe Netanyahut? Midis Shtëpisë Bardhë dhe Netanyahut, nuk ka një kërcënim nga ana e Shtëpisë Bardhë, biles Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë deklaratë e Axios, ka dalë një deklaratë zyrtare duke thënë që s'është e vërtetë që ka pasur një bisedë ose një gjë të tillë, një kërcënim nga Shtëpia e Bardhë ndaj Netanyahut. Nuk ka në këtë aspekt. Por nëse Netanyahu po tenton që të prish një paqe, një armëpushim të vendosur nga Trump, sigurisht Netanyahu e ka shkelur këtë armëpushim. Po unë siç e thash, Netanyahu e ka shkelur këtë armëpushim deri më sot, ajo shkelur 738 herë armëpushimi. Janë vrarë 400 palestinezë që nga momenti i nënshkrimit të kësaj armëpushimi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë thënë asnjë gjë për këtë punë dhe gjithë kjo shkelje është në akord me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vetmja gjë që duhet bëj, pra Izraeli, pra ushtria pushtuese izraelite dhe shteti nazifashist Izraeli duhet i bëjnë këto gjëra jo kaq publike. Pra për sa kohë i bëjnë publike mund të kemi në reagim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për sa kohë nuk i bëjnë publike, atëherë nuk kemi reagim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë nuk shoh që këtu amerikanët dhe izraelitët kenë diçka që dalin kundërshtim me njëra tjetrën. Njëkohësisht ka vazhduar edhe pastrimi etnik i Gazës, pasi po vazhdon sërish largimi i njerëzve me para. Është një qytetar, një kompani fantazëm, e regjistruar në Irland, pastaj e regjistruar në Zvicër, pastaj e regjistruar në Danimark, e regjistruar pastaj në Afrikën e Jugut, është duke bërë fluturime nga Sharm el Sheiku të qytetarëve të Gazës, të cilët i lejojnë të kalojnë territorin, pra kufirin me Egjiptin, duke hyrë në ato avion dhe duke i çuar në vende të ndryshme të Afrikës. Tashmë është bërë një problem i madh, pra se vetëm në Afrikën e Jugut, vetëm para 2 javësh në Afrika e Jugut ndali 2 avion me nga 150 pasagjerë palestinesë, të cilët nuk kishin asnjë lloj dokumenti me vete, por që vinin nga Gaza. Pra fluturojnë duke ofruar para. Pra pastrimi etnik ka vazhduar në ata që duan të ikin duke ofruar para. Sasia e parave që ofrohet varion, pra nga personi, pra është çështje oferte kërkese, pra unë të ofroj kaq, ti s'pranon të ofroj kaq, pra nuk ka një shifër të caktuar se sa shifër fikse që paguhet. Dhe në të gjitha këto amerikanët nuk e kanë ngritur zërin asnjëherë dhe nuk e kanë problem se po boshatiset Gaza ose po pastrohet ajo etnikisht. Po ndërkohë dritan te Jerusalem Post është një opinion i cili thotë që strategjia e re kombëtare e ka shkatërruar mitin e Cyrusit modern të Netanyahut. Mbështetja për Izraelin nuk është një çek i bardhë, thotë Siria, çështja siriane dhe palestineze, për çështjen siriane dhe palestineze Jeruzalemi aktualisht është i vendosur kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është një opinion në Jerusalem Post dhe kur publikohet një opinion i tillë në Jerusalem Post, besoj që duhet marr seriozisht. A kemi një përplasje midis? Nuk e marr seriozisht, unë e marr në aspektin e asaj. Jo të qëndrimi, si qëndrim. Edhe të qëndrimi nuk e marr seriozisht, e marr te ajo loja politike e mashtrimit që bëjnë izraelitët, janë mjeshtrat e mashtrimit. Janë mjeshtrat e mashtrimit dhe motoja e Mossadit izraelit, pra motoja në hyrje të godinës së Mossadit izraelit quhet by way of deception. By way of deception e ka besoj çdo. Jo, ata e kanë në moto. Jo, nuk e ka, ata e kanë në moto. Ata e kanë të shkruar në moto. Ata e kanë të shkruar në hyrjen dhe thonë by way of deception. Është motoja e shërbimit sekret izraelit. Dhe edhe kjo është pjesë e saj. Ka çekun e bardhë Izraelit, bëj çfarë të dojë. Nuk ka çekun e bardhë Izraelit, bëj çfarë të dojë, nuk mund të bëj çfarë të dojë, po jo duke cënuar interesat amerikane. Edhe në strategjinë e re që prodhuan amerikanët, pra strategjinë e re që dolën, strategjia kombëtare, përcaktohet qartësisht linja e mesme si një nga interesat kryesore të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe duke thënë edhe që askush nuk do të lejohet të dalë ose të cënojë këto interesa. Pra dhe Izraeli është pjesë e këtyre interesave amerikane, nuk është e kundërta që Amerika është pjesë e interesave izraelite. Jo. Është Izraeli pjesë e interesave amerikane dhe do të vazhdojë të qëndrojë pjesë e interesave amerikane. Nuk ka asnjë kapacitet Izraeli që të dalë kundra. Është njësoj se ajo që themi, e kemi thënë edhe një herë tjetër dhe unë po e përsëris. Është njësoj sikur thuash që Ukraina nuk e pyet Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bën çfarë doj. Jo,
e varet gjithçka, edhe Izraeli për çështje të sigurisë varet totalisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, po çfarë do të thotë kjo për Izraelin? Nuk do të thotë asgjë, është thjesht një mashtrim për të krijuar idenë. Ndryshon roli i Izraelit. Jo, nuk ndryshon roli i Izraelit, do të vazhdojë ai që ka qenë në linjën e mesme. Do jetë ai ideja modern Cyrus? Jo, Izraeli është pararojë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në linjën e mesme. Pararojë në çfarë aspekti? Pararojë ushtarake, pararojë zbulimi, pararojë interesash politike, pararojë interesash ekonomike. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke përdorur Izraelin sipas interesave të tyre për interesat e tyre. Kjo që këto artikuj që dalin është për të krijuar idenë që për të hedhur poshtë atë idenë që çfarë do lloj deklarat vendimi që bën, pra çdo lloj veprimi që bën, si veprimi i tillë, këto veprimet ushtarake që mund të bëhen ndaj Hamasit ose ndaj Hezbollahut nesër ose ndaj Iranit pas nesër, është si puna asaj lojës që për të mbuluar lojën që shiko, këto i bën qeveria izraelite dhe Netanyahu vet pra në kundërshtim kundër interesave amerikane, se amerikanët janë kundër kësaj gjëje. Dhe amerikanët rinë shohin, pra ti e bën veprimin. Dhe marrëveshja midis tyre është ti bëje veprimin, ne do themi që ne jemi dakord. Po doli femër, jo, e mban ti, po doli mashkull e mbajmë bashkë. Po që dhe vrasja e ushtarëve amerikanë është pjesë e kësaj loje, se tani po shiko, ka lojra e lojra. Dakord. Ka lojra e lojra. Dhe unë mendoj që pjesa ushtarë, si thash, vrasja ushtarë amerikanë është pjesë e lojës së izraelite për të bërë kaos në Siri. Pra i përket një loje tjetër. Dakord. Nuk i përket pra nuk kemi po thua një ndryshim të pozicion. Se kemi folur këtu për Izraelin e madh. Nuk ka asnjë ndryshim të pozicionit. Trumpi si një nga mbështetësit e Izraelit të madh. Vazhdon të jetë mbështetës i Izraelit të madh, do të vazhdoj ta realizojë atë, por normalisht i duhet ideja të krijohet kjo ideja polici mirë, polici keq. Pra, që të gjithë vendet tjera arabe të pranojnë ofertat e Trumpit, sepse jam unë këtu që po e mbaj këtë, se po e lëshova unë këtë Netanyahu, ky ju bën namin juve. Ndërkohë që Netanyahu është një qen në duart e Amerikës dhe litarin atij qenit e ka Trumpi sot dhe kushdo që të vi president nesër dhe e lëshon litarin sa do ai. Ndërkohë, Dritan, se kur po flasim për po sikur po citojmë librat e Shokut Enver pra për linjën e mesme, se edhe ai thoshte kështu, po e njëjta gjë, pra nuk ndryshon asgjë. Dritan, ndërkohë e lash për në fund këtë sepse desha ta diskutoj domethënë në dy këndvështrim. Po. Ajo që përmend edhe kjo deklaratë që thotë për Cyrus, Modern Cyrus, edhe atë deklaratën që ka por deklaruar që ka marr Axios. Ajo është marrë nga faqja e internetit të dyja këto deklarata, si fillim janë marrë nga një ish oficer i shërbimeve sekrete të ushtrisë izraelite. Ai ka bërë deklarata, quhet Barak Ravid. Tash i punon gjëra si gazetar i lirë. Dhe ai i ka nxjerrë në fillim këto dhe më pas i ka marrë edhe Axios edhe Jerusalem Posti. Ai është personi që po, prandaj them që vazhdojmë në atë by way of deception. Dakor, po kam pyetjen e fundit tan. Merz, kancelari Merz i Gjermanisë tha që ka ardhur fundi i një Pax Americana për Europën. Dhe pyetja e parë është, a mendon se ka ardhur fundi i kësaj le të themi strategjie për Europën? Pyetja e parë. Pyetja e dytë pastaj, a është vendosur kjo Pax Americana në lindjen e mesme? Jo, nuk mendoj që ka ardhur fundi, është edhe këtu kemi atë lojën e vazhdueshme që të krijohet ideja që neve evropianët kemi mbetur vetëm. Pra kjo që thot Merseli është ideja për të krijuar idenë te popujt evropian, te popujt e Evropës që neve kemi mbetur vetëm. Pra nuk ka Amerika na ka abandonuar dhe neve tash duhet të investojmë në çështjet sigurisë. Pra atë që thoshte Rute, që do na sulmojë Amerikën, pra tashmë këta po mundohen të gjejnë mënyra për çdo ditë. Dhe vetëm gjë që këta vrasin është e para si të mbajnë pushtetin dhe e dyta si të justifikojnë parat të cilat po i harxojnë dhe po i vjedhin. Po në fakt ka mbaruar Pax Americana. Jo, nuk ka mbaruar as pak Pax Americana për Europën. Pax Americana për Europën por i bëhet nga e para, sepse edhe në strategjinë e re amerikane përcaktohet qartësisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta ndihmojnë Evropën që jo vetëm të fitojë vetveten nga degenerimi moral në cilin ka rënë, dhe aty kanë të drejtë, jo vetëm të fitojë vetveten, nxjerrë vetveten të fituar nga migracioni i cili ka degeneruar anën kulturore, thotë aty, kulturalisht e ka degeneruar Evropën, dhe është e vërtetë që ka degeneruar Evropën nga gjitha anët. Pra, amerikanët në rast se më përpara kanë hyrë pra në gjatë luftës së hyn vetëm për çështje të sigurisë. Dhe qëndruan vetëm për çështje të sigurisë në Evropë. Tashmë ata thonë do hyjmë edhe për çështje kulturore, të kulturalizmit, për çështje sociale, edhe për çështje sigurie. Pra,
hyrja kësaj radhe do të jetë më e madhe se sa ka qenë. Pra nuk kemi një fund të Pax Americana, po kemi një ringjallje të Pax Americana. Sepse edhe nga ana e sigurisë, Evropa ka bërë marrëveshje do t'i blejë gjitha çështjet e sigurisë do t'i blejë në Amerikë. Pra që nga avionët, blindat, gjithçka. Pra ti kur do marrësh gjithë sigurinë atje, pra gjithë materialin tënd sigurisë do ta marrësh atje, gjithë armët e tua, ty do duhet t'i përgatitësh këta njerëz për këto armë. Pra ku do t'i përgatitësh ai që ka prodhuar. Pra ai e ka në dorë sigurinë tënde. Aktualisht ti ekonominë tënde e ke lidhur me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pse? Sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës i arritën qëllimit që ishte vërtet deri në vitin 2004, deri në vitin 2022, Pax Americana pothuajse ishte duke marrë fund, sepse Evropa kishte krijuar si një pol i fuqishëm ekonomik dhe politik, sepse kur je i fuqishëm ekonomikisht, je i fuqishëm edhe politikisht, sepse janë të lidhura varësisht me njëra tjetrën. Dhe amerikanët prej 2014-s ishin betuar që Evropën do ta shkëpusin nga gazi i lirë rus, sepse gazi i lirë rus i jepte fuqi ekonomike dhe politike pastaj. Dhe ç'a bën? E futën në luftë Evropën bashkë me Ukrainën, pra Rusinë me Ukrainën, dhe hodhën në erë Gazpromin dhe ndaluan çdo lloj gazi rus. E detyruan Evropën që të ndalojë çdo lloj gazi rus që vjen në Evropë. Dhe gazin tashmë do ta blejnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra gazin lëngshëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Katari. Po edhe në Katar janë amerikanët që prodhojnë. Pra në të dyja rastet, pra këta thonë do ta blejmë nga Katari, po i Amerikës është edhe ai. Edhe Katari. Po, sepse komanditë amerikane i prodhojnë në Katar dhe ata do ja shesin Evropës, pra. Edhe ato që vjen nga Amerika, ato që vjen nga Katari është Amerikë. Pra Amerika tashmë e ka të varur, e ka kapur, deri dje nuk e kishte. Ndërsa tashmë e ka totalisht të kapur edhe ekonomikisht Evropën, sepse çdo gjë tashmë ti është energji. Pra për çdo lloj industrie, qoftë edhe për ngrohje, ty të duhet energjia. Dhe energjinë deri dje kishte të lirë Evropa. Sot energjinë e ka nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mund ta marrë të lirë, mund ta marrë të shtrenjtë, kjo është pastaj diskutim tjetër ekonomik. Por energjinë sot e merr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe do vazhdoj. Pra në momentin që ti e merr energjinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në momentin që ti e merr industrinë ushtarake, pra industrinë, sigurinë tënde, e merr nga këto materiale që do t'i blesh në Amerikë, sepse këtu krijohet ideja se ka mbaruar Pax Americana për arsye se nuk do të ketë më ushtarë amerikanë. Po, deri dje kishin 300.000 forca. Tashmë i ka vetëm 30.000 forca dhe ka mbaruar Pax Americana. Pax Americana nuk do të thotë se mbaron vetëm për shkak të prezencës ushtarake. Është e vërtetë që prezenca ushtarake amerikane edhe do reduktohet, nuk do jenë më 30.000, do jenë fare 10.000 forca, sepse nuk ka nevojë, sepse në momentin që ty ta shet gjithë armatimin, e prodhon ai ta shet, atëherë gjithë personeli që përdor këtë armatim është personel amerikan, pavarësisht se ai mund të ketë në shtetësi franceze, italiane, gjermane, por ama duke qenë se ai do trajnohet dhe do indoktrinohet ushtarakisht dhe politikisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës për përdorimin e këtij materiali dhe i duhet gjithkohës të mbajë trajnime të vazhdueshme për këtë material, ai gjatë gjithë kohës do të jetë nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, nuk ka më nevojë Amerika të sjellë ushtarin e vet në Evropë, por ushtarin tënd që e përdor për interesat e veta, sepse po përdor armën që i kanë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, energjinë nga Amerika, mbrojtjen e merr nga Amerika. Politikisht po është Amerika që po flet për ty, sepse aktualisht Evropa nuk është në asnjë tavolinë politike, në asnjë tavolinë politike, as me Rusinë, as me Azinë dhe askund. Për të gjitha rastet po flet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, Pax Americana tashmë është rigjallëruar dhe është bërë më e fortë nga çishte dhe do vi të bëhet edhe më e fortë nga çishte. Dhe ideja e mbarimit Pax Americanës është për idenë për treguar, për të justifikuar që këta na kanë lënë vetëm dhe ne duhet të shpenzojmë këto para. Po atëherë këto para që do të shpenzuar ky 5%, sepse është shumë e thjeshtë, një logjikë e thjeshtë. U vendos 5%. Kush e vendosi 5%? E vendosi Merceli? Jo, e vendosën amerikanët 5%. Pra evropianët e pranuan 5% në GDP-s për NATO-n, për nevojat sigurisë. Në momentin që ti e pranon këtë, pra ti tregon që ti je nënshtruar këtij që po thua që ka mbaruar. Jo, ai s'ka mbaruar. Ai të ka nënshtruar të pranosh ato idetë e tij. Pra 5% dhe tashmë sërish pjesë e këtij nënshtrimi, pra ti vazhdon ti jesh akoma edhe më nënshtruar sepse po thua, ky ka mbaruar, por neve na duhet t'i japim këto 5%. Dhe këto 5% ku do ja japim? 3.5% janë për nevojat sigurisë. Ku do t'i shkojnë? Do të shkojnë në Amerikës. Pra Pax Americana është forcuar më tepër dhe po shtrihet më tepër. Është konsoliduar. Absolutisht, po vjen drejt, nuk është konsoliduar, po vjen drejt konsolidimit. Por duhet të mbushim mendjen e qytetarëve evropian që jemi vetëm që të pranojnë të japin paratë, se nuk pranojnë të japin paratë. A jemi dritan tek një Pax Americana për lindjen e mesme? Po, për lindjen e mesme, Pax Americana për lindjen e mesme është e vështirë të ketë, nuk ka, pavarësisht tentativa sepse Trumpi e përcakton edhe në çështje në atë dokumentin e sigurisë kombëtare, që nuk do të lejojmë që të cënojnë as gjirin persik as të tjerat, por aktualisht nuk ka, për arsye se në lindjen e mesme funksionojnë disa lindja e mesme ka në këto pothuajse në këto 3 vitet e fundit ka krijuar një ide tjetër, ka krijuar idenë e bashkëpunimit ekonomik, politik dhe ushtarak të ndërsjellët pa cënuar ideologjikisht dhe pa cënuar qeveriset vendore. Pra, në kundërshtim me atë çfarë bën Amerikana, pra Pax Americana është që
funksionimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës funksionon në lloj perandorie si perandoria romake. Perandoria romake, pra kanë kopjuar perandorinë romake në aspektin ideologjik. Perandoria romake thoshte që ti pranonte të gjitha vendet e tjera që ajo i quante barbare, të hynin pjesë e perandorisë romake, po dhe thoshte me kusht që do ta ndrosh komplet të administratën, do ta ndrosh komplet qeverisjen, pra do t'i vendosësh Pas ka qenë si bëreja. Të njëjtin gjë bën edhe Amerika. Pra Amerika kërkon nënshtrim. Nuk kërkon vetëm antarësim dhe pjesë, po kërkon nënshtrim paraprakisht. Pra, thot, po, ky është modeli. Ti do ndrosh një qeveri, do bësh atë qeveri që dua una, pra atë qeveri që dua una me këto kushte që jam una, dhe pastaj ti je pjesë e imja. Në rast se ti nuk e bën, unë ta bëj me detyrim, ta bëj me zor, ta bëj me këto NGO-t që përdoren me këto kompanitë, me këto organizatat jo qeveritare që kemi lart e poshtë, me Soros, me Dreqe, me të birë, gjithë ato do t'i përdorin në mënyrë që do të vënë atë që duan dhe të mbajnë nën kontroll. Pra ky është mentaliteti aktualisht i Amerikës. Por vendet lindjes mesme, Irani, Arabia Saudite, disa vende tjera, Katari, Emirat Bashkuara, këto nga që kanë pasur mundësi pra ekonomike dhe ekonomia atyre ka qenë ju ka lënë mundësi atyre bashkëpunimi politik me vende si Kina, me vende si Rusia. Dhe Kina dhe Rusia nuk e kanë këtë idenë e ndryshimit të qeverisë. Pra, ti mund të mbash qeverisjen tënde, ti mbaj ideologjinë tënde, programin tënd, por ne bashkëpunojmë në mënyrë ekonomike dhe ky bashkëpunim të lejon të krijon tyja idenë e asaj që quhet marketi i lirë. Pra, kemi të bëjmë me ekonominë e lirë të tregut. Pra, ekonomia e lirë të tregut dhe ekonomi jo vetëm e lirë të tregut, po edhe ekzistencë e lirë dhe kemi atë ekzistencën bashkëkohore, pra ne ekzistojmë në mënyrë kohezioni bashku, ti mban qeverisjen tënde, ideologjinë tënde, nuk cënon. Interesat mia unë cënon interesat dhe bashkëpunojmë këto interesa, kurse në perandorinë amerikane nuk funksionon kjo në perandorinë amerikane, ti duhet patjetër të ndrosh edhe në mënyrë ideologjike, të ndrosh edhe qeverisjen, pra duhet nënshtrimi dhe pastaj bashkëpunimi. Kjo në lindjen e mesme? Jo, është e vështirë të projektohet kjo në lindjen e mesme, siç e thash, sepse lindja e mesme ka pasur edhe aktorë të tjerë, sepse ka pasur edhe aktorë të tjerë që kanë hyrë dhe kanë hyrë. Bin Selmani ka thënë që do ta kthejë lindjen e mesme në një Europë të dytë. Po mirë, Bin Selmani ka dëshira. Jo, flas nisur nga Atëre ai ka thënë do ta kthejë në një Europë të dytë në aspektin ekonomik, në aspektin ideologjik dhe atë nuk e kthen sepse në rast ta kthesh lindjen e mesme në një Europë të dytë do të thosh të parë ata po tentojnë ta bëjnë në Evropë lindjen e mesme dhe kjo deklaratë e Bin Selmanit është deklaratë shumë domethënëse në aspektin pasi mund ta analizohet në disa aspekte. Aspekti i parë është aspekti fetar. Në aspektin fetar ata duan ta kthejnë si Evropë që ta deislamizojnë lindjen e mesme. Dhe deislamizimi i lindjes mesme nuk do të thotë, pra për çdo kënd që na dëgjon mos mendoj se deislamizimi do thotë që atje do mbyllen xhamiat edhe njerëzit nuk do falen në mëngjes. Jo, deislamizimi duan të bëjnë atë që i kanë bërë Evropës në dekristianizim. Evropën e dekristianizuan në aspektin që aktualisht i kanë mbushur mendjen që feja e krishterë, që kanë atë është fe normalisht e krishterë, kristianizmi është thjesht një çështje shpirtërore dhe ti shpirtërore, se feja gjithnjë është çështje personale për çdo kënd, qoftë ajo shpirtërore, qoftë mos, por është vetëm çështje shpirtërore kristianizmi dhe mjafton të shkosh ditën e diel në kish dhe mjafton të thuash 10 herë Ave Maria dhe ato që thon ata, Jezusi i tillë dhe ti je në rregull. Dhe bëj çfarë duash 6 ditë të tjera të javës. Nuk kanë si problem. Kjo ndodhi me Europën, po thua. Kjo ndodhi me Europën. Europa është dekristianizuar totalisht. Dhe tashmë çfarë bëjmë? Po mundohen të deislamizojnë edhe lindjen e mesme dhe të krijojnë këtë idenë që edhe Islami është thjesht çështje shpirtërore, mjafton të shkosh ditën e premte në xhami, të falësh namazin dhe ti ka falur Zotit gjitha dhe ti pastaj 6 ditë të tjera të javës mund të bësh çfarë duash ti. Dhe si duash ti dhe s'ka rëndësi pastaj se çfarë bën se si e bën, sepse ke vat. Pra, ndërkohë që edhe kristianizmi më përpara ka qenë mënyrë jetese, sepse ka qenë mënyrë jetese kristianizmi. Po. Dhe organizim shoqëror. Shoqëror. Edhe Islami është organizim shoqëror dhe mënyrë jetese. Dhe në momentin që ti thua unë do ta bëj si Europë, pra do ta deislamizoj. Dhe në momentin që ti e kthen edhe Islamin si kristianizmi, si kristianizmi katolik. Të mos vëni sepse problemi që kanë tashmë është sërish me një pjesë kristianizmi i cili është kristianizmi ortodoks. Dhe përplasja që kanë me Rusinë është edhe përplasje fetare, sepse është edhe kjo, sepse ortodoksia që pjesa e ortodoksisë ndaj quhet ortodoksi. Pra ndaj u ndan kristianizmi dhe ortodoksia. Pra ndaj quhet ortodoksi sepse qëndron rregulla fetare më strikt. Dhe ortodoksia atje është mënyrë jetese. Pra ata çdo gjë bëjnë në mënyrë jetese. Familjen e kanë bazë, kanë bazë, kurse në Evropë kristianët janë, ata vënë në kisht për ditë diele. Po ama familjen shkatëruan, familja është baza e fesë, familja është baza e dheut, familja është baza e arsimit, familja është baza e shoqërisë. Dhe në rastin që ti e deislamizon shoqërinë, pra ky tentativa për ta europeanizuar shoqërinë, atëre ti mund të mbretërosh për gjithë jetën, siç pretendon mbretëroi ky zotëria,
dhe të krijojë komplet realitetet të tjera. Por ky është problem, sepse Islami është problemi i madh atje dhe ti nuk mund ta deislamizosh. Është e vështirë deislamizimi, e para kam fjalën si projekt, po kanë jo. hyrë edhe faktorë të tjerë në lidhjen e mesme, siç janë rusët dhe kinezët, të cilët kanë hyrë fuqishëm në lidhjen e mesme. Pra, rusët kanë hyrë me marrëveshje ushtarake dhe ekonomike, po edhe politike, ndërsa kinezët kanë hyrë me marrëveshje ekonomike dhe vetëm në Arabinë Saudite me marrëveshje ushtarake. Prandaj, futja e këtyre faktorëve dhe marrëdhëniat që ato kanë krijuar me këto shtete në raport të kundërt mes e bën të vështirë këtë projekt të Bin Selmanit dhe plus për shkak të garancive të ndryshme që krijohen për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur, pra sulmet izraelite gjithatë dhe ka krijuar një lloj pasigurie të këto vende dhe për shembull kemi një marrëveshje midis Pakistanit dhe Arabisë Saudite për një pakt midis tyre. Pra ky pakt midis Pakistanit dhe Arabisë Saudite në cilin kërkon të futet tash edhe Turqia dhe ka kërkuar edhe Irani. Marrëveshje ushtarake? Jo, është një pakt mbrojtje midis tyre të dyjave. Pakt mbrojtje? Po kemi një pakt mbrojtje midis tyre të dyjave dhe ky është i hapur dhe ka shprehur dëshirën për tyre edhe Turqia në këtë pakt mbrojtje, po edhe Irani. Pra, ndërhyrja e Turqisë dhe Iranit në këtë nuk është për çështje të Islamit, sepse kemi të bëjmë me 3 republika islamike në këtë aspekt. Pra Pakistani është republikë islamike, Arabia Saudite është republikë islamike, Irani është republikë islamike. Vetëm Turqia nuk është republikë islamike, por ecën me mentalitet islam, po të islamit vet, jo të islamit të këtyre. Dhe neo-otomaniste. Por Turqia dhe Irani janë bashkuar me këto të dyja, pra po mundohen ty në këtë aleat që të mos mbeten jashtë kontrollit rajonit, sepse në rast se kemi një Arabi Saudite dhe një Pakistan që bashkohen bashkë, atëherë këto mund të fusin në kontroll rajonin, futet edhe Turqia futet të treja kontrollin rajonin dhe Irani për të mos mbetur jashtë ka pranuar të hyrë në këtë dhe ai ka kërkuar të hyrë në këtë. Pra, dhe në rast se realizohet ky pakt, atëherë kjo e zhbën këtë idenë e këtij për të realizuar një Evropë, pra për deislamizim, sepse që të bësh deislamizim duhet të bësh këto republika. Ky është një blok që shkon kundër rezistencë.